Mjaft pate frikë, jeta do përmirësohet, kjo është ajo periudhë që mund të duket si një rrugë e errët, pa ndonjë dritë në fund. Ndihesh i bllokuar dhe i pavlerë, si dhe përballesh me një mal me vështirësi që duket se s'kan fund. Por mjaft pate frikë. Frika është e zakonshme, ajo është një pjesë e natyrshme e jetës, por ajo nuk duhet të diktoj kursin tënd. Ti je më shumë se ato mendime që të mbajnë të ngujuar dhe të trembur. Nuk je i përcaktuar nga frika. Ti je përcaktuar nga veprimet e tua, mendimet që të thonë tërhiqu, mbaj veten pas, të shtyjnë të qëndrosh në zona komoditeti, janë ato që të bëjnë të besosh se e ardhmja do të jetë një pasqyrë së kaluarës tënde, e mbushur me pasiguri, dhimbje dhe paqartësi. Por realiteti është krejt ndryshe. Kjo është mundësia jote të ndryshosh gjithçka. Dhe gjithçka që duhet të bësh është të marrësh atë hap të parë. Frika mund të ketë mbajtur të lidhur me të kaluarën, por ajo s'ka forcë mbi të ardhmen tënde. Çdo hap që bën përpara është një triumf ndaj asaj që dikur të kishte mbajtur të shtrirë dhe të pakët. Çdo ditë që kalon pa u dorëzuar është një fitore ndaj vetes. Ti ke kaluar shumë prova. Ti ke kaluar disa betejë që ndoshta nuk i kishe parashikuar, por tani është koha të kuptosh që nuk ke asnjë kufi. Sa herë ke rënë, ka qenë një mundësi për të mësuar, për të u ngritur dhe për të ecur më lart se kur më parë. Frika është thjesht një shenjë që ti po dal nga zona jote e rehatisë dhe po bëhesh më i fortë. Mjaft pate frikë nga dështimi. Dështimi është pjesë e rrugës dhe është gjithmonë një mundësi për rritje. Askush që ka arritur sukses nuk ka shmangur dështimin, ata janë përballur me të dhe kanë vazhduar përpara, sepse e dinë që vetëm përmes dështimeve mund të kuptosh vlerën e suksesit. Dështimi është shenjë e përpjekjes. Nëse nuk përpiqesh, nuk mund të dështosh. Por nëse mund të dështosh dhe të ngresh kokën, ti ke arritur diçka më të madhe. Mjaft pate frikë nga ndihma e të tjerëve. Ndonjëherë njerëzit që i kemi më pranë kanë dhënë shumë, por frika nga refuzimi dhe nga mendimet e tyre mund të na mbajnë të heshtur. Duhet të kuptosh se ata që të duan vërtet të mbështesin pa kushte. Ata nuk janë këtu për të të gjykuar, por për të të ndihmuar të bëhesh më i mirë. Nuk je vetëm në këtë botë. Një rrugë është e gjatë, por me njerëzit e duhur, ajo bëhet më e lehtë. Mjaft pate frikë nga e ardhmja. E ardhmja është ajo që ti e krijon tani. Dhe ajo varet nga veprimet që bën çdo ditë. Nuk është diçka që ndodh pa kontrollin tënd. E ardhmja është një pasqyrë e mundësive që ndodhin nëse e beson në to dhe lufton për ato. Kjo është mundësia jote të krijosh një jetë të re, të plotë dhe të shëndetshme emocionalisht. Mjaft pate frikë, sepse ke mësuar mjaft nga e kaluara dhe është koha të vendosësh një kurs të ri. Po ndodh tani. Jeta të do dhe është aty për të dhënë mundësi të reja, çdo ditë. Jeta nuk është një mundësi që kalon përpara, ajo është ajo që krijon, duke jetuar çdo moment. Çdo hap është një mundësi për të transformuar atë që ndodh përtej frikës. Kjo është momenti për të lënë mënjan dyshimet, për të hequr dorë nga frika dhe për të nisur të jetosh ashtu siç je krijuar për të jetuar, me guxim, me besim dhe me dashuri për jetën. Nuk do të ndihesh më i dobët se dje, por do të ndihesh më i fortë se kurrë.